Natë gëzimit, festet, urimit, për të falënderimit. Dhe unë du të falenderoj gjithë ato që më kanë qenë besnik, jo vetëm kur kam pas dritë, por edhe kur kam pas tërë. Gjithashtu du të falenderoj ata që ma kanë dashur lunën dhe vazhdojnë më dojnë, si me kanë gjaku i tyne, si me kanë bija tyne. Zoti ju bekoft tande. Du të uroj edhe ata që sot janë në azil, që s'ka kush i përqafon, fëmijët që janë jetimore, që s'ka kush i urën, edhe ata që flenë rrugëve në trotuar në këtë ftoftë që nuk e dinë çfarë do të thonë fest. Gjithashtu gjithë policë, doktor, infermierët që sot janë nga dishmëri jo për fest, por për sigurinë e qetësinë tonë. Dijeni që nuk jeni vetëm, lutjet dhe zani jam janë me ju. Nëse kjo video ju ka ngrohtë sa do pak, atëherë ja ka vlet. Zoti ju bekoft, gëzuar gjithëve, sa më mirë mot inshallah zot vitin tjetër. Përshëndetje këtë, shpresoj që jeni mirë. U boni kohë që nuk jem pa. Për shta po duhem ju falenderu për secilin për juve që më keni nejt afër mua dhe familjes tem në këtë periudhë shumë të vështirë. Për mua ka në rëndësishme që në këtë kohë me nejt larg nga rrjetet sociale, mu marr më shumë me veten edhe normal me familjen tem. Qysh do koft, ju kom pas në men edhe në zemër që keni pas ju mu. Për shfrytëzoj rastin këtë video me mja uru vitin e ri krejtve, inshallah keni shnetën, lumturinë dhe familjen së tjera të të bohen. Si përfundim deshta më kallëzu që në vitin 2026 në janar kthejna në muzikë aty ku e kom venin. Kështu që ju dua falenderoj shumë.